ai njeri që thot kam vuajtur për atë dhe, do të thot unë vuajta mjaft, e keni radhën ju të tjertë. Dhe unë nuk kam vuajtur për atë dhe, thoshte. Këtë, dhe thoshte, du ta dish, afrimin e dua e respektoj atë sa i duhet Kosovës, lirisë të atë dheut. Në momentin që liria atë dheut ma kërkon një gjymtyr, do t'ja japë. Kur ta kërkon të tërin, do t'ja japë. Dhe të them të drejtën e di, afrimi ka qenë në izolim gjithkohës, dhe gjatë asaj kohë ka lexu, ka studiu shumë, dhe ka qenë me Beqir Beqen, Bardhyl Mahmutin, Ramadan Avdi, unë shumë shok të tjerë, Halil Selimin, mos t'i harroje, po këta edhe Sabit Veselin. Këtyre ju thoshim Universiteti i Požarevcit. Se janë marrë me shumë studime gjithkohës, gjatë gjithkohës kanë lexuar shumë, dhe natyrisht ato burgjet, ato kohrat e burgjeve, i kanë pas ato vujtjet e veta, ka pas ai kur është dënuar me qeli, ka pas raste kur ata kanë pas grevurie, dhe ka pas raste kur nuk na lejonin t'ju japnin pakut e ushqimit, që e ka qenë shumë e rëndë për ne, për çdo familjar. Mos harroj ka qenë edhe me Tajib Zekën, vllaun e Kadri Zekës, Ali Lajqin, kanë qenë figura shumë njëra që ne i respektonin shumë nga jashtë, dhe kanë qenë ato vite të rënda të burgut ti, po kur i kujtoj ato vizitat tona, takimet me ato familje, ajo ka qenë edhe një dram në vete, po ka qenë diçka shumë madhështore kur e kujtoj nga këtë vështrimi i sotëm. Të takohesh me familjarët e Kadri Zekës, që vinin e vizitonin një djalë tjetër në burg, të takohesh me familjarët e Ali Lajqit, me familjarët e shumë e atyre burrave që kishin majt burgje vetë, dhe tani vinin e i vizitonin fëmijët e tyre në burgje, dhe ato bisedat që zhvilloheshin, ajo harmonia, ai solidariteti, respekti ndërsjellët, ka qenë vërtet e bukur, ka qenë madhështore. Dhe shumë shpesh kur i kom shiku sytë aty në babave, edhe nanave, aty në motrave, kom besu qaq fuqishëm që një ditë është e pashmangshme liria jonë. Se ti shofesh ato motra, ato nana që kishin djemë të vrarë, dhe vishin edhe vizitonin djemë në përburgje, dhe ta shifsh atë forcë. Aty e shef madhështin e një populli, e shef forcën e atij popullit që është shumë i vendosur, luftoj deri në fund.